Pas lajmit të transmetuar në TV Bulqiza, pak ditë më parë në lidhje me gjendjen e degraduar të rrugës nacionale Skuraj-Burrel, ka nisur mbushja e gropave me asfalt në të gjithë aksin. Firma që ka për mirëmbajtje këtë rrugë po bën mbushjen e të gjitha gropave që nga Skurajt e deri në hyrje të qytetit të Burrelit. Drejtuesit e mjeteve thonë se kompania në fjalë nuk duhet të presë sa gjendja e degraduar e rrugës të bëhet mediatike, por ta mirëmbajë atë ashtu siç duhet dhe siç e ka në kontratë. Segmenti më i degraduar mbetet ai nga ura e Ulzës e deri në qytetin e Burrelit, ku veç gropave ka dhe deformim të karrexhatës si pasojë e uljes së tokës. Ndonë se ka rënë fluksi i automjeteve për shkak të rrugës së Arbrit, ky segment vijon të jetë i frekuentuar për shumë banor të qarkut Dibër që udhëtojnë në drejtim të veriut të vendit apo qytetit të Durrësit. Pasi është bërë një lem për mediat, edhe kanë ardhur kanë hedhë disa vende për me mush gropat, por nuk është fare zgjidhje kjo. Nuk është zgjidhje në këtë rrugën tonë. Nga Skuraja në Burrel. Rruga është shumë cop-cop. Plot do njëri veshët, plot sepse si po shikon është cop-cop, prap vetëm kanë rimuar disa gropa që kanë qenë shumë skandaloze, po prap është e njëjta situatë, nuk kanë bërë si lloj zgjidhje me këtë. Nga gjithë ky peizazh lëvizin turistat. Rruga nacionale Skuraj-Burrel prej vitesh vijon të jetë në gjendje të tillë, edhe pse çdo vit lëvrohen qindra milion lekë nga autoriteti rrugor shqiptar për mirëmbajtje.